jemi mbetur me një kandidat të vetëm, i cili kandidat nuk u propozua nga përfaqësuesit e komunitetit sërb, pra refuzuan ta propozojnë, mbos të neni 67, paragrafit 4 të kushtetutës, aty thot se kjo pozit i takon komunitetit sërb dhe rrjedhimisht secili deputet është i barabartë para ligjit dhe i takon e drejta për të propozuar. Me qenë se është refuzuar propozimi i tij, unë jam i detyruar të kaloj në paragrafin 7 të neni 12 të rregullorës për tërheqjes së shortit. Mirë po, me qenë se kemi vetëm një kandidat të vetëm, tërheqja e shortit është e panevojshme dhe rrjedhimisht vazhdojmë me votimin e kandidatit të Rodhës, që është deputeti Nenad Rashiq, i cili përfaqëson komunitetin sërb në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj, ftoj deputetët me ngritje dore të deklarohen për deputetin në fjalë, i cili propozohet me short si kandidat për nënkryetar të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Ju njoftoj se me 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashiq nënkryetar të Kuvendit të Republikës Kosovës nga radhat e deputetëve të komunitetit sërb. Të nderuar deputet, një njoftim ju lutem, nëse keni veç një minutë ju lutem. Për njoftim formimi i grupeve parlamentare, bazuar në neni 24 të rregullorës së Kuvendit, njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të dërgohet kryetarit të Kuvendit jo më vonë se 7 ditë nga dita e seancës konstitutive, pra nga sot. Njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të përmbajë në nënshkrimin e deputetëve të cilët e përbëjnë grupin parlamentar, emrin e grupit, emrin e kryetarit dhe të nënkryetarit të grupit. Andaj kërkohet nga subjektet politike të veprojnë në pajtim me nenin 24 të rregullorës së Kuvendit. Të nderuar kolegë, me zgjedhjen e nënkryetarit të 5 nga komuniteti sërb, konstatoj se Kuvendi është i konstituar dhe me këtë i mbylli punimet e seancës konstitutive të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Faleminderit e miropafshim në seancat e radhës.